Fjalimi jem ka me kanë qysh me bo vetën të dukshëm, me një mënyrë qysh me investu në personal branding, në brandimin e vetvetes. Ndërlidhet pak me ato që po them që shumë prej neve bojmë shumë punë të mirë, kemi aftësi të mira, po nuk i dim cilat janë hapat që na me bo punën tonë edhe vetën tonë të njoftëm për tregun. Edhe qëto janë disa pika që na kena mi bo shumë interesant. Nuk e di qysh ka me shku, po unë e di një send sigurt, kushdo që vjen e din unë qysh i bëj, domethënë eventet e mia ka me qenë shumë interaktive. Domethënë ketë kush është aty prezent, ka me u angazhu, domethënë me disa ushtrime së bashku që kena me bëu, që ka me qenë shumë interesant. Ka me qenë diçka praktike. Kurse masterclassat që ka me qenë 45 deri në 60 minuta max, ka me kanë hyrje në burimet njerëzore për mi zgjidh problemet ma të mëdhaja që na pikena pe aspektet të burimet njerëzore të njerëzve. Kështu që është një farë lloj teaser ngacmimi edhe pe ligjëratat tona që i kena në HR Academy, G Academy. Kështu që mendoj që në Power to HR kena mi jep një vlerë shumë të madhe për këtë ata persona që dojnë me marrë pjesë edhe tu i bashku me folësat e tjerë, ka me ka një farë lloj zinxhiri shumë i bukur i njohurive që ata kanë me marrë.